shoqërisë civile dhe mediave, personalitetet me reputacion, të cilët janë të gatshëm ose janë të vendosur në betejën kundër të keqes që quhet Rilindja apo Edi Rama. Pra, ajo që pat ju dje, aty u mblodhen të gjitha ata të cilët janë të vendosur të luftojnë të keqen që quhet Edi Rama. Por munguan zoti Lapa, Prit një minutë. Mungoj zoti Lataj, i cili të cilin unë e kam përgëzuar dhe e përgëzoj për protesten e tij të vazhdueshme para Këshillit të Ministrave. Për të tjerët, në qoftë se janë të vendosur ose duan të luftojnë të keqen Rama, vendi e kanë të hapur. Pastaj vendimet i marrin vetë. Zoti Berisha, do t'i vendosni ndonjë kuotë deputetëve ose njerëzve që kanë poste në Partinë Demokratike për të sjellë njerëz në protestë, apo janë të lirë të punojnë sa të duan? Siç e pat ju, u mbush Tirana me njerëzit. Njerëzit i sjell këtu revolta e brendshme shpirtore, urrëtia e pakufishme që kanë për Lubi Ballukun, Edi Ramën, lindat e tij, familje, komplet. Siç është rasti, nuk ka më pak ajo, si quhet Cecilia e Maduros. Cecilia që është ajo? Po, më pak, nuk është më pak, edhe lindja e Surrerit, aty afër është, sepse ajo i fut duart në tendra, në gjëra kështu, am tha po jo. Zoti Berisha, keni një skenar për protestën e 24 janarit, apo është ende herët dhe takimet e mëtejshme do të përcaktojnë edhe se si do të zhvillohet kjo protestë? Pra, do të ketë një qëndrim të qytetarëve në shesh? Nuk do të gjeni kur një njeri transparent si ju. Në komunitet, jo, gjeni ju, ku i keni? Ku janë të tjerë? Pra, unë çdo ditë u them ju, atë që kam normal të bëj, e ndonjëherë edhe gjëra që janë projekte, kështu që ose që do bëhen. Pra, në moment u do informoj ju për të gjitha gjërat. Çfarë do të kërkohet me 24 janar, zoti Berisha? Dorëheqja, vetëm dorëheqja, kjo është gjithë puna. Shqipëria nuk do ma t'i shoh me sytë e këta njerëz apo. Nuk do ka fituar urrëtie të mëdha. Do largimin e tyre, shqiptarët do largimin e tyre. Shifri shto, s'kan janë vërbu, janë minur pafshim.